Ndërkohë është edhe verzioni tjetër i fjalëve që na japin këtë ndjesinë që mundova me përshkru dhe unë, që është goxha një rol dhe një peshë e madhe, sepse njerëzit e kanë me ëndje atë pjesë dhe është sa private, aq edhe edikuja, edhe nga njëherë edhe autorët, kur kthehen mrapa në kohë dhe lexojnë veprat e veta ose poezitë e veta, i përjetojnë ndryshe, sepse ndryshon gjendja emocionale, e le ma lexuesi. Sakt. Unë jam befasu me thënë drejtën, ka qenë një aktivitet muajin e kaluar për nder të festës gruas që është zhvilluar në Tiranë dhe më ka ardhur një video që nuk e kam prit dhe nuk kam qenë në dieni, që njëna prej poezive të mia ka me u lexu atë natë dhe ishte përzgjedh prej aktorës si Iqbal Deqena me u lexu dhe me u interpretu prej saj dhe mund ka arë si me thonë me qenë te prezent dhe me ma dërku videon hej, poezia jote është të lexu. Edhe besoj që krejt mu im ka majt aj entuziazmi që edhe pse unë nuk e di që po vazhdoj me u lexu, që po vazhdoj libri jem do me thonë me vazhdu edhe me qenë pjesë, se faktikisht e kena hup këtë vlerën e masi me aktualitet. Fatkeqësisht, edhe aktualiteti jonë zgjat 3 sekunda deri në 15 sekunda. Ose sepse edhe atë çudia ma madhe 3 ditë zgjat e kena zvoglu, do me thonë zgjat 3 sekunda një reel, nëse ke një hook të mirë. Thjesht në libri Andje që është botu diku 2020-ën, ose 2019-ën, dhe që është i fundit. Thëmë sot 2026-ën, wow, dhe është një vogël, po... Dhe kjo është një shenë që ti dush me arë me librin tjetër flutur. Edhe, po du me thonë që interpretimi i saj mu më zgjej komplet diçka tjetër, ndjesi tjetër, edhe ke shumë ndjenje mirë, ke shumë diçka përmbushse, edhe të banë me uni në ta momente krenare.